Ka nisur me përplasje protesta kësaj të shtunë e banorëve të shtetit Bakësirol në Velipoj, teksa morën pjesë dhe gra dhe fëmijë. Banorët u përplasin me forcat e policisë, teksa vjojnë në rezistencën e tyre kundër ndërtimit të resort turistik në zonë. Ato shprehin se nuk do lëshojnë tokët e tyre. Jam me transplant, jam me tension, si kom shini. Unë du me lonë krytit tonë, se du me prunë fëmijët e mi tonë, du me pas jetën e tonë. Na as që lupi muj, as drita, as shpi, as kur gjën drejtëve, ta na i kena prunë vetë, ta na i kena bën vetë. Urdhënëni si kam thonë edhe i herë, me perimet e mia, me hallet e mi, kam punu si sheni, e din shumë mirë se çfarë pune bëjmë në për shtetet huaja. Me arë me gëzoj dit në presnito, nuk për në elan as me gëzoj dit, as me prunë fëmijët tanë që e kanë shpresën, e kanë vullnetin me arë me jetunë do këtyne. Gra edhe fëmijët tash mrapa do të ketë çdo ditë, sepse unë kam përdor deri tani metodën që të merremi vesh dhe të ulemi në tyres. Gjitha institucionet e shtetit shqiptar unë jam paraqit dhe jam drejtuar për këtë problem. Me qenë se asnjë lloj institucioni nuk ka dhënë asnjë lloj zgjidhje, atëherë nuk na ka me gjë tjetër që gra, fëmijë, burra, plec, çat jemi gjallë, trashëgimtar, të afërmtar, miq, të vinë këtu dhe të luftojmë për të mbrojtur tokat tona. Se si bëhet lufta, e din ta vet. Se si luftohet për me mbrojt vendin e vet, e din ta vet. Ama toka dhe veni nuk do të lëshohet. Pa gjak. Na këto e në bosi që bollin më va, nuk po marim qa vesh që në botë. Na 400 milionë të shku më u përgjithë si dojnë ata. Në botë nuk po vjen kërkush me në sqarua që ta vendosim si do të bëhet kjo punë. Po jo në këtë merë edhe në këtë situatë që ato shkua. Për zotin veç lollën këtë mëse dojnë të vdekje janë gjithë me gra, me fëmije, me tonë marë. Ta harrojnë këtë gjë se do shkojnë ashtu si kujtojnë ata. Sot kam i fjalë për atë bashkimullën, me thonë vetëm i kaq. Sa pagu për ditë prokuror, gjyqtar, polic, hajde jep ju hakun fshatarëve të shkret, edhe vazhdo punën ti, në kjo se je burr. Se përderisa kena ardhur dhe kena fol me ty, nuk kena kundër zhvillimit, po me na dhanë hakun ton. Po i thonë vetëm i kaq. Gjyshi i fëmijë, deri kur ka dhënë shpirt, ka ecë për letrat e kësaj tokë. Bela ka lënë fëmijët pa bukë, bela ka shku me pucë grisuna. Edhe kësaj tokë i ka rënë mrapa se ka leja rriti to. E ka amanet prej babës e prej gjyshit. Edhe na do vazhdojmë ta trashëgojmë amanetin e babës e gjyshit. A gjyshi i ti. Edhe sa të marrim frymë edhe i ky tokë se gëzon kurkush tjetër përveç rrjedhor. Një tokë ka lidhe baba jem. Babën e kam gjallë 82 vjeç. I ky veni to është veni rrjedhorëve. A veni toni ty në si janë to. Edhe 8 toni math i vogël dhe luftojmë deri në fund e se na meritojmë këtë vend. Edhe pësa për dokumenta dihet gjithë se kush di se ku është këtë tokë. Na jena venali to. Ju nuk mund të thoni se nuk jena venali. Tu do merre vesh me ne për para atëherë me tjerë. Deri në fund burra. Ta harrojnë bashkim Ulaj. Zagari ti, Fatmir Shpellza, që do punojnë këto ma. Na, jena mbledh këtu prap. E do mbledhim edhe më shumë. Edhe 9 ditë me gra me fëmijë ta mbrojmë tokën tonë. Sepse në këtë tokë kanë dhënë zak gjyshit tonë. E ta harrojnë Zagat e Idhomës, bashkimullës e të tjerë, me Fatmir Shpellza e ushtarët e tij, se të morën këtu. Ta harrojmë pra. Toka është e jona e nuk e lëshojmë deri në vdekje. Ta din gjithkush, deri te Severi Rama e deri te më i fundit i tij. Banorët vjojnë dhe protestojnë prej rreth 2 javësh dhe kërkojnë një zgjidhje pasi pretendojnë se për tokët kanë të gjithë dokumentacionin.